Policia ka finalizuar operacionin e koduar Delivery, në kuadër të goditjes së veprimtarive kriminale në fushën e shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe armbajtjes pa leje. Operacioni u zhvillua nga forcat e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative. Si rezultat i ndërhyrjes policore u arrestuan në flagrancë 3 shtetas, mes tyre një i mitur 17 vjeçar, ndërsa një tjetër u procedua penalisht në gjendje të lirë. 2 prej të arrestuarve u kapën në flagrancë teksa qarkullonin me motomjet në qytetin e Shkodrës, me qëllim shpërndarjen e dozave të kanabisit. Gjatë kontrollit fizik ndaj 17 vjeçarit, i cili drejtonte motomjetin pa leje drejtimi, si dhe ndaj pasagjerit MM, policia gjeti sasi lëndë të dyshuar narkotike të ndarë në 10 doza gati për shitje. Kontrollet vijuan në banesën e shtetasit MM, ku ndodheshin edhe PM 20 vjeç dhe ZM 36 vjeç. Në ambientet e banesës u gjetën dhe u sekuestruan rreth 280 doza të tjera kanabis, të paketuara me qese farmaceutike, një armë zjarri pushk, një armë zjarri pistolet, municione luftarake, 4 celular dhe motomjeti përdorur për shpërndarjen e lëndës narkotike. Në përfundim të veprimeve proceduriale u arrestuan MM 18 vjeç, ZM 36 vjeç dhe 17 vjeçari, ndërsa ndaj PM 20 vjeç nisi procedimi penal në gjendje të lirë. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.